Qytetarët që kanë punuar në Afganistan dhe Irak, së bashku me studentët që përmes programit Work and Travel kanë punuar jashtë vendit, protestuan para drejtorisë të ardhur publike për shkak të njoftimeve që kanë marrë se duhet të paguajnë tatim për paratë që i kanë fituar jashtë shtetit. Janë të revoltuar se zyrtarë të ndryshëm tatimor i informojnë në mënyra të ndryshme dhe pyesin pse askush nuk i ka njoftuar deri më tani. Германия ни го враќа за да не поддржи нас како млади луѓе, за да не мотивира да бидеме некој добар фактор во општеството и да направиме нешто позитивно со нашето образование, со нашата младост, и овде за тоа не казнуваат за таа работа во странство, а тие 3 месеци ние од тука не добиваме никакво социјално осигурување, никаква заштита, никаква здравствена заштита, никакво пензijsko осигурување. Qytetarët që kanë punuar në Afganistan dhe Irak pyesin çfarë është pritur për 5 vjet. Ata pretendojnë se tatimi është paguar jashtë vendit dhe janë kundër tatimit të dyfisht. Не може институција да хибернира 5 години и после 5 години таа институција да се разбуди и да каже: вие имате данок до 2020 година. За мене има платено таа фирма 12.800 евра за 3 години данок. Значи 4.000 евра годишно. Тие не го признаваат. Знаеш што ни рече директорката? Ова е фалсификат. Ова јас може да ми го направам. Drejtoresha e DAP-it Elena Petrova thotë se tatimi për të ardhurat nga jashtë nuk është i ri dhe se duhet të mblidhet. Ajo tha se për vitin 2025 kanë identifikuar 134 studentë që kanë punuar në Gjermani, 19 kanë dorëzuar deklarat, 10 kanë paguar tatim. Për personat që kanë qenë në misione në Afganistan dhe Irak, kërkohet dëshmi se tatimi është paguar në një shtet tjetër. Për 257 persona është kërkuar verifikim përmes Ministrisë së Jashtme. Deri tani ka pasur përgjigje vetëm për një person. Свесни сме дека дел од граѓаните се соочуваат со овие вакви административни и финансиски обврски за кои во минатото не биле информирани и не им биле планирани. Но тоа не ја менува законската обврска. Затоа пристапуваме со разбирање и со јасна одговорност да го примениме законот. Sipas të dhënave të DAP-it, kthesa vjen nga viti 2024, kur ka filluar përpunimi sistematik i të dhënave nga bankat. Për vitin 2020 janë dërguar 11.527 njoftime. Tatimi total i përcaktuar është rreth 2.8 milion euro, prej të cilave deri më tani janë mbledhur rreth 494.000 euro. Të dhënat për vitin 2025 tregojnë se 70.869 qytetar kanë pasur të ardhura nga jashtë në vlerë totale prej 577 milion eurosh. Nga DAP-i thonë se të gjithë nuk i nënshtrojnë tatimit. Deri më tani janë dërguar 9.522 njoftime, ndërsa 4.454 persona kanë dorëzuar deklarata vullnetarisht.